Aty kam fillu të zje me Gertën për herë të parë. Se kam shënull të koltuku dhe po mohonte se çfarë i tha. Se ka thënë vetëm ajo. Dhe mbas kësaj ju jeni zënë te Banaku. Që ka qenë ajo? Po. Pastaj veç ka vazhduar gjëja, kupton? Ishte krijuar ajo konkurenca. Mua më çudiste fakti. E vetmja gocë që nuk thoshte mirëmëngjes. Never. Gerta hyri robot këtu, unë kam thënë gjithmonë, Gerta mund të jetë lojtarja që kishte ndjeshmërinë jo në 0, e kishte në minus 2, 3, 4. Pa, ma e s'është lojtari. E pas thosh brama more nga bëra dorosh, sigurisht që dorosh më shumë se unë. Ja kam thënë gjithmonë. Se këtu do të më dhuru shumë gjyra. Shumë sana duhet. Se lojtare zemra. Shiko, nëse është ashtu dhe jashtë është për të ardhur keq. Jo, ashtu është jashtë. Po ç'ashtu është se 3 muaj ditë ke pasur. Dhe unë po them nëse është ashtu dhe jashtë është për të ardhur keq. Ja, po them që ashtu është jashtë. Sepse është njeriu Se një njeri 4 muaj do dilte dhe vetja vet. Në jetën time. Jo. Zamër, kërrej qena kun këtu këtë e ka gazu veten. Po. Këtë e dim kush jem. Po. Që s'mush po mbroj. Njeriu një çast e vë dorën zemën. Sidomos me ndjeshmërinë emocionale që duhet të ketë ajo. Po. Ishte e vetmja vajzë këtu që duhet ta kishte më të theksuar se sa ne të tjerat ndjeshmërinë emocionale. Jo se ka pas ato kur. Nuk e ka, është e lindur ajo, nuk fitohet. Po që ka gabu.